Sistemi i tretjes ka 3 pika, të cilat unë kam menduar t'i quaj kështu: gojë, zorë dhe dalje. Pra, në momentin e futjes së ushqimit, ne përdorim gojën, pastaj kalojmë zorët, ku futet dhe stomaku, dhe dalja është zora e trash. Ose ndryshe mund ta përkthejmë tek motor, tunel dhe kullonjse. Duhet jemi shumë të vetëdijshëm për aktivitetin ton që bëjmë gjatë ditës, sepse edhe kur ne qëndrojmë, trupit ton i duhen minimumi 1250 kalori që vetëm organet të punojnë. Stomaku, ndryshe njihet si ena e aciditetit, luan rolin më të madh në jetën e njeriut. Por ne duhet të kujdesemi shumë për këtë lloj sistemi, sepse vetëm nëpërmjet stomakut që ndodh shpërbërja e ushqimit dhe kalon në zorën e hollë, këtu nxirret ai karburanti që njihet si glukozë. Dhe glukoza duhet të futet në gjak, por për të futur në gjak i nevojitet një çelës ose inxhinieri që hap portat e qelizave që ndryshe njihet si insulina. Insulina ka për detyrë të çojë sheqerin dhe karbohidratet aty ku duhen,